Qytetarët korçar janë të shqetësuar lidhur me sasinë e mishit të pulës me salmonelë, e cila është hedhur në treg prej më shumë se 2 javësh. Ata kërkojnë kryerjen e kontrolleve në markete dhe tërheqjen e produktit të infektuar pasi ndihen të rrezikuar. Gjë shumë me keqe që ndodh në Shqipëri. Do më të tregtohen kur kemi një AKU që nuk tregon fare kujdes, ose janë të korruptuar plotësisht. Ju vetë po blini pulë? Jo, mish qere. Po, frikësisht s'është frikë, të smuresh. Po blini pula tani? Jo, tani jo. Kemi nja 2 javë që kemi marrë një pulë. Duhet ketë kontrolle? Po, duhet ketë patjetër. Shtetë me shpërtar turkeq, të trishton kjo. Ç'bën shteti, ç'bën organet që janë të specializuara për këto. Një sasi e kësaj pule është në treg. Keni frikë? Po, natyrisht, jo thjesht për vete, për fëmijët tanë, për nipër e stërnipër që kemi. Një sasi prej 7.8 ton mish pule importuar nga Brazili ka rezultuar e kontaminuar me salmonel, duke ngritur shqetësime serioze për sigurinë ushqimore. Produkti mbriti në portin e Durrësit më 11 mars dhe pas analizave të kryera pranë Institutit Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, më 21 mars u konfirmua prania e bakterit rrezikshëm në mishin e ngrirë të pulës. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit konfirmoi se ka bllokuar 5.2 ton mish të mbetur tek importuesi, por 2.6 ton rezulton se janë shpërndar në treg për konsumatorët shqiptar. Produktet e shpërndara nuk janë lokalizuar ende, duke u bërë një rrezik potencial për shëndetin publik.